Fieri po zbrazet çdo ditë. Nga ky qytet, kjo krahin dhe sigurisht nga gjithë Shqipëria, njerëzit pa dallim shtrese ekonomike apo sociale po largohen në mundësinë e parë që ju jepet. Kjo dikur ka qenë vetëm e dhimbshme. Sot, përveç se e dhimbshme, është edhe e frikshme. Po bëhet e frikshme sepse ritmi me të cilin ky qytet dhe vendi jon po zbrazet ka vënë seriozisht në rrezik ekzistencën e tij. Dhe kjo sigurisht nuk është pasojë thjesht e një keq qeverisje, por e një qeverisje dashakeqe që i shërben pikërisht këtij qëllimi. Por në këtë material unë nuk do të flas për largimin e detyruar të shqiptarëve nga vendi i tyre, sepse për këtë do të flasim gjerësisht dhe vetëm për këtë një ditë tjetër së shpejti. Në këtë material dua të flas për ikjen e detyruar të rinjve nga qarku i Fierit menjëherë pas përfundimit të shkollës së mesme, për të vazhduar studimet e larta në qytete si Vlora, Tirana dhe në vitet e fundit në masë shumë të madhe edhe jashtë shtetit. Dhe për fat keq, ata nuk kthehen më as në Fier dhe as në Shqipëri, duke vrarë kështu një pjesë tyre në përgjithmonë. E njoh këtë realitet nga afër. Në 12 vite qeverisje, Edi Rama jo vetëm që nuk ka ndërtuar asnjë universitet, por edhe universitetet ekzistuese, përveç atyre në kryeqytet, janë drejt mbylljes përfundimtare. Dhe kjo për shumë arsye, po unë po rendis vetëm 3. E para, për shkak të përzënjes masive që ju ka bërë shqiptarëve. E dyta, për shkak të një kulture gangsteri që rilindja ka krijuar dhe ka ngritur në piedestal, duke shkelur me këmbë njeriun e ndershëm, profesionistin e mirë, qytetarin normal që kërkon të jetojë me nder dhe dinjitet në vendin e tij si çdo qytetar tjetër evropian. Dhe e treta është cilësia tepër e dobët dhe lënia totalisht në harres e universiteteve në Shqipëri dhe e sistemit arsimor në tërësi. Dhe kjo është e gjitha qëllimshme, sepse mobokracive të stilit të rilindjes, qytetarët ju duhen të paditur, të tronditur dhe të goditur, sepse vetëm kështu ata mund të jenë të varur te shteti dhe vartësia e qytetarit ndaj shtetit është një ndër pikat ku mbështetet majtizmi klasik. Dhe këtu në fakt zë fill propozimi im i radhës, ndërtimi i Institutit të Teknologjisë në Fier, i cili do të përbëhet nga një staf akademik i huaj, sigurisht edhe shqiptar, të mirë edukuar si brenda edhe jashtë vendit. Ky nuk është programi i Partisë Demokratike për arsimin, pasi ai është i gjerë, prek gjithë sistemin dhe shtrihet në nivel kombëtar. Ky është një vizion i imi personal mbi rëndësinë e një institucioni të tillë për Fierin. Kjo ide reflekton bindjen time se investimi në teknologji dhe inovacion është thelbësor për të ndalur largimin e trurit dhe për të ndërtuar mundësi reale këtu. Ashtu si e citova edhe në video materialin para rendës, ku prezantova 4 idetë e mia, ky institut do t'i mundsoj të rinjve dhe të rejave të qarkut Fier dhe më gjerë të edukohen cilësisht në akordancë me kërkesat e tregut punës dhe të konkurrojnë denjësisht në ambientin profesional global. Fierakët janë kudo në universitetet MNZ të botës. Fierakët janë në Harvard, MIT, Yale, Cornell, Stanford, Columbia, Princeton. Fierakët janë në Universitetin e Chicagos, Michiganit, Pennsylvanis, Urbana-Champaign apo Bostonit. Fierakët janë kudo në Ivy League. Ata janë në universitetet MNZ të Europës gjithashtu, nga Oxfordi në Cambridge, nga Sapienza e Romës në Athinë e Selanik të Greqisë, në Gjermani e kudo tjetër. Ne nuk po kërkojmë të rishpikim rrotën. Ne thjesht po kërkojmë ta lëvizim atë përpara. Dërsa bota përparon, ne kemi mbetur pas. Jo nga mungesa e talentit, por nga mungesa e vizionit për të investuar në të, në teknologji dhe në inovacion, ne nuk jemi vetëm të fundit. Ne kemi qenë inekzistent në garën globale. Investime serioze në përgatitjen e teknologëve të rinj ka bërë Kosova, Maqedonia, por edhe Mali i Zi. Por një shembull për t'u ndjekur se si një vend i vogël, i shtypur, i varfër po aq sa ne, mund të bëhet lider global, jo vetëm në përgatitjen e gjeneratave të reja të teknologëve, por edhe në një sistem arsimor kompetitiv, është Estonia. Instituti i Teknologjisë në Fier do të ofrojë programe në disa nga fushat më të avancuara të teknologjisë dhe inovacionit, që janë inteligjencë artificiale dhe mësim të makinerive, siguri kibernetike dhe mbrojtje digjitale, shkenca të dhënave dhe analizë, inxhinieri softwarike
dhe zhvillim aplikacionesh, inxhinjeri të robotikës dhe sisteme inteligjente, teknologji të qëndrueshme dhe energji të gjelbër. Po çfarë janë këto programe? Sa relevante janë realisht për tregun e punës sot? A ja vlen që t'i studiojmë? Le t'i shqyrtojmë këto programe një nga një. Inteligjenca artificiale po transformon industritë, duke bërë që kompjuterët të mendojnë, të mësojnë dhe të automatizojnë detyra komplekse. Ky program përfshin gjithçka, nga përpunimi i gjuhës natyrore te analitika parashikuese, duke përgatitur studentët për të zhvilluar sisteme inteligjente në fushat e kujdesit shëndetësor, financave dhe teknologjive autonome. Mësimi makinerik ose machine learning fuqizon gjithçka, nga rekomandimet e personalizuara te makinat vetëdrejtuese dhe aplikimet e tij vazhdojnë të rriten. Të diplomuarit do të pajisen me aftësinë për të ndërtuar zgjidhje të bazuara në inteligjencën artificiale për sfidat e botës reale. Me rritjen e kërcënimeve kibernetike, siguria kibernetike është bërë një nga fushat më të rëndësishme në teknologji. Ky program u mëson studentëve se si të mbrojnë rrjetet, të enkriptojnë të dhënat të ndjeshme dhe të parandalojnë sulmet kibernetike, nga hakimi etik tek hetimet forensike. Studentët marrin përvojë praktike në sigurimin e mjediseve digjitale. Të diplomuarit do të jenë shumë të kërkuar, pasi organizatat japin përparësi sigurisë së të dhënave në një botë gjithnjë e më të lidhur. Të dhënat janë në qendër të vendimarrjes moderne dhe ky program trajnon studentët për të nxjerrë analiza nga sasi të mëdha informacioni. Kurrikula përfshin statistika, programim dhe mësim makinerik, machine learning, për të analizuar tendencat dhe parashikuar rezultatet. Kompanitë mbështeten te shkencëtarët e të dhënave për të optimizuar operacionet, përmirësuar përvojën e klientëve dhe nxitur inovacion. Me aftësinë në analizën e të dhënave, të diplomuarit do të jenë gati për karriera në inteligjencën e biznesit, financa dhe teknologji. Software-i është pjesë e gjithçkaje, nga aplikacionet në telefona te sistemet e mëdha të biznesit. Ky program u mëson studentëve si të dizenjojnë, zhvillojnë dhe mirëmbajnë zgjidhje softwarike. Përfshin gjuhë programimi, arkitekturë sistemesh dhe dizajn të përvojës së përdoruesit për të ndërtuar aplikacione efikase dhe të shkallëzueshme. Pavarësisht nëse krijojnë platforma online, aplikacione në telefona apo shërbime cloud, inxhinierët e software-it luajnë një rol kyç në ekonominë digjitale. Ky program i përgatit studentët për karriera në zhvillimin e software-it, inxhinjerinë e produkteve dhe sipërmarrjen teknologjike. Robotika po revolucionarizon industritë, nga manufaktura deri tek mjekësia. Dhe ky program ju jep studentëve bazat për të dizenjuar, programuar dhe përdorur makineri inteligjente. Kurrikula përfshin automatizimin, robotikën e bazuar në inteligjencë artificiale dhe integrimin e sensorëve për të zhvilluar zgjidhje për aplikime reale. Studentët marrin përvojë praktike në ndërtimin e sistemeve robotike për detyra që variojnë nga automatizimi industrial te kujdesi shëndetësor ndihmës. Të diplomuarit do të jenë të përgatitur për karriera në inxhinjerinë e robotikës, zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe teknologjinë e automatizimit. Teknologjia e qëndrueshme është thelbësore për të përballuar sfidat mjedisore globale dhe ky program fokusohet në zgjidhje inovative për energjinë e rinovueshme, infrastrukturën inteligjente dhe sistemet e qëndrueshme. Studentët mësojnë rreth teknologjive efikase në energji, dizajneve të qëndrueshme ndaj klimës dhe praktikave të inxhinjerisë së gjelbër. Meqense industritë dhe qeveritë po orientohen drejt qëndrueshmërisë, ekspertët në këtë fushë janë kyç për të nxitur ndryshime. Të diplomuarit do të kenë mundësi në konsulencën mjedisore, zhvillimin e energjisë së pastër dhe inxhinjerinë e qëndrueshme. Gjithsecili nga ju në këtë moment ka një pyetje. Ku do të gjenden gjithë këto para? Sepse kuptohet që është një investim disa milion dollarësh. Përveç qeverisë shqiptare, e cila e drejtuar nga ne, do ta ketë arsimin prioritet të padiskutueshëm, fondet për arsim Shqipërisë nuk i kanë munguar as gjatë qeverisjes banditeske të Edi Ramës, por
siç e dini, ato kanë të njëjtin fat me fondet e bujqësisë, shëndetësisë edhe të tjerë. Pra, faktori financiar është realisht i mundshëm. Ku do të gjejmë staf akademik të huaj? Kush vjen në Shqipëri? Kush do të vijë të jetojë në Fier? Me lejoni t'ju them që ka akademik pafund që do të ishin të gatshëm të vinin të linin gjurmën e tyre në themelet e këtij institucioni. Pa ajo që vlen për t'u theksuar është se ky institucion do të shërbejë si një arsye që shumë shqiptarë të diasporës të kthehen në vendin e tyre dhe të kontribuojnë akademikisht, cilësisht, për të përgatitur dhe për të qenë themeluesit e institucionit të parë modern në fushën e teknologjisë në Shqipëri. Dikush mund të pyesë se si mund të funksionojë një institucion i niveleve të tilla kur maturantët nuk kanë as baza në anglishtën teknike dhe as përgatitje në teknologjitë e avancuara. Është e vërtetë dhe normale që shumë maturantë nuk kanë një përgatitje të thellë në teknologji apo nivel të avancuar të anglishtes teknike. Pikërisht, për këtë arsye, viti i parë i studimeve në Institutin e Teknologjisë në Fier do të fokusohet në një program të plot përgatitor. Studentët do të ndjekin një kurs intensiv të anglishtes teknike dhe një program të strukturuar STEM, i cili do t'i aftësoj ata për fushat teknologjike të avancuara që do të ndjekin më pas. Ky model është i suksesshëm dhe përdoret në shumë institucione ndërkombëtare për të siguruar që çdo student të ketë bazat e nevojshme për të përparuar në një karrierë të suksesshme. Mendësia nuk jemi gati është arsyeja pse jemi gjithmonë pas të tjerëve. Nëse do të presim që çdo student të jetë gati para se të krijojmë institucionin, atëherë kurrë nuk do të ecim përpara. Në një botë ku teknologjia nuk pret askënd, as ne nuk mund të presim. Shqipëria nuk ka luksin të jetë spektatore, ndërsa vendet e tjera ndërtojnë të ardhmen. Ky institucion nuk është thjesht një projekt arsimor, është një vendim për mos të qenë më të fundit, për mos të parë më rinin ton të largohet pa kthim. Për shumë shqiptar, suksesi ka qenë gjithmonë i lidhur me largimin. Është koha ta ndryshojmë këtë paradigmë. Shqipëria nuk duhet të eksportojë vetëm talent, po duhet të krijojë kushtet që talenti të lulëzojë këtu. Ne nuk po kërkojmë leje nga historia, ne po e shkruajmë atë.